Shuhet Pietro Genuardi, aktori brillant i Këntërvetrine, ndahet nga jeta në moshën 62 vjeçare. Lëmtumir Pietro Genuardi, aktori që u bë i famshëm me telenovelën Këntërvetrine dhe Il Paradiso delle Signore, ka vdekur në moshën 62 vjeçare. Aktori vitin e kaluar njoftoi se vuante nga një sëmundje e rëndë e gjakut. U zhduka nga radari. Fatkeqësisht jam viktimë e një sëmundje të rëndë gjaku që do të kërkojë një periudhë shumë të gjatë trajtimi dhe në fund do të kërkojë një transplant të palsës kockore. Unë jam duke kaluar ciklin e dytë të protokollit të kimioterapisë, por së shpejti nuk do të më shihni më në transmetim, kishte deklaruar ai një vit më parë. Lajmin e ka bërë të ditur bashkëshortja, Linda, djali Jacopo, nëna Gabriela dhe babai i tij Pippo.